إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selamat dhe salavat të qofshin për më të dashrin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shikues të nderuar, mirë se takohemi në shpjegimin e gjuzave të përmbledhur të Kuranit. Sot me radhë kemi gjuzin e 12 me radhë, dhe ky gjuz i përfshin dy sure madhështore të Kuranit. Saktësisht surën Hud dhe surën Yusuf. Këto dy sure, të cilat janë mekase, sipas ixhmas konsensusit të gjithë dietarëve. Surja Hud është njëra prej sureve për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Shayyabatni Hud wa akhawatuha." Më ka thinjur surja Hud dhe si motrat e saj. Dietarët kanë folur në lidhje me kuptimin e këtij hadithi, të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka qenë shkaktar për thinjat e tij, dhe kanë thënë që një prej shkaqeve është për shkak përfshirjes së tematikave të ditës së gjykimit dhe ringjalljes, dhe po ashtu dënimet të cilët i përballojnë ose do t'i kenë popujt që i kanë përgënjeshtruar pejgamberët e tyre. Dhe nëse kthehemi në kontekstin kohor në të cilën ka zbritur, pra ka zbritur para hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam është përballë me shumë sprova nga populli vet dhe është friksuar nga dënimi për popullin e tij, andaj edhe ka pasur këtë efekt. Dhe me një transmetim tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Shayyabatni Hud wal waqi' wal mursalat wa amma yatasaalun." Dhe thot më ka thinjur surja Hud, surja Waqi', surja Mursalat dhe surja Naba, pra amma yatasaalun. Dhe këtu e shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në lidhje të drejtë për drejtë me Kur'anin dhe Kur'ani ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm tek ai. Madje Imam Kurtubiu në tefsirin e tij thot saktësisht ajeti fastaqim kama umirt, përqendron në rrugën e drejtë ashtu siç je udhzu. Kjo është ajo çfarë ka ndikuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në thinjet e tij. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu anhu se ky ka qenë njëri prej ajeteve më i rëndi dhe më i vështirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra cili ajet fastaqim kama umirt, përqendrohu në rrugën në të cilën ashtu siç je urdhëruar. Jo pra qysh ke dëshirë, po ashtu qysh je urdhëruar. Surja Hud, njëra prej objektivave të cilën e përmban kjo sure, është përforcimi i zemrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu i zemrës së besimtarëve, nga se kjo sure përmban një mori të temave. Fillon duke e lavdruar Kur'anin dhe duke i ngritur provat për vërtetësinë se Kurani është shpallje prej Zotit, pastaj fillon dhe tregon se Allahu i lartësuar është i gjithdijshëm për sekretet e gjithë krijesave të tij dhe jo ka garantuar rrezikun furnizimin e tyre, pastaj tregon për gjendjen e besimtarëve, ata të cilët janë falëndërues dhe mohues, pastaj tregon për besimtarët dhe jo besimtarët, duke vazhduar Allahu i lartësuar në këtë sure i përmend një mori të pejgamberëve. Prej tyre përmend Nuhin alayhis salam, pastaj fol për Hudin, fol për Salihun, fol për Lutin, për Ibrahimin, për Shuaibin, kalimti e përmend edhe Musain alayhis salam dhe në fund tregon për përfundimin e njerëzve në përgjithësi, ose xhenet ose xhenem. Së bashku me mua në trajtimin e këtij gjuzi është Hoxh Ahad Durguti dhe Hoxh Mirsim Maliqi. Mirë se vini. Pa humbur kohë do të fillojmë Hoxh Mirsim të trajtojmë disa prej ajeteve nga kjo sure madhështore, pra nga surja Hud e gjuzit të 12. Njeriu në përgjithësi sprovohet nga Allahu i lartësuar. Sprovohet me mirësi dhe sprovohet me fatkeqësi me sprova. Dhe varësisht prej se qysh i lexon ato sprova, ato begati, edhe merr një qëndrim të tij. Allahu i lartësuar përmend në ajetet prej ajetit 9 deri në ajetin 11 qëndrimin e njeriu në përgjithësi si falëndërues dhe mohues. A mund të na tregosh pak më në detaje? Është e rëndësishme që Allahu flet për krijesën e tij. Dhe kjo është më thelbësore për ta kuptuar që po flet ai i cili e njeh më së miri. Një dobësi që Allahu subhanahu wa taala përmend në këtë ajet është pikërisht ajo pjesa ku Allah thotë që kur ne japim njeriu të mirësi, pastaj ja morrëm atë, njeriu bëhet i dëshpëruar edhe bëhet mohues. Ja përmend dy cilësi dhe është e rëndësishme i majtë mend për arsye të ndërlidhshmërisë. Pastaj thotë kur ne thotë i japim mirësi edhe i shijon ato, pastaj bëhet domethënë mendje madh edhe bëhet burravec edhe pastaj mbërthehet nga hareja.
Mirë po Allah, pasi e për shumë kësisoj njeriu, me njëherë bën përjashtimi, thot, illa alladhina sabaru wa amilu salihat. Përveç ata që kanë pasën durimin si virtyt, edhe veprat e mira. Janë shumë mësime, kisha pas dëshirë disa me nënvizum. E para, defekti i madh i njeriu që lidhet me dhuratën dhe jo me dhuruesin. Qoftë me dhuratën teksa e gëzon, apo me dhuratën teksa e synon. Domethënë, nëse Allah po e përmend thotë ne kur japmi një diçka të mirë, ai çaq lidhet, pastaj në moment që ne ja marrmi, ai dëshpërohet edhe bëhet mohues. Dhe këtu lidh më në kuptuar që nuk e ka kuptuar thelbin e dhuratës. Domethënë, çdo mirësi që Allah të jap, në të vërtetë është duke të dhënë për me realizuar qëllimin e ekzistencës që është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe edhe me shta kur e merr Allahu subhanahu wa taala me ursinë e tij, edhe me drejtsinë e tij. Dhe jo vetëm kjo. Kjo që njeriu dorëzohet para provave, edhe bëhet çaraman i madh. Pastaj kalon dhe mburret teksa i ka mirësitë, e tregon që një për problemet themelore të njerëzit është mungesa e ekuilibrit. Dhe madje sot bota betejën më të madhe ka pikërisht tek mungesa e ekuilibrit. Domethënë, ekuilibri mes gëzimit edhe mes mërzisë, mes hares edhe mes pikëllimit. Domethënë, njerëzit e ekuilibruar janë njerëzit më të predispozuar për me kuptuar realisht edhe kumtesën e Zotit. Ky përjashtimi që Allah pastaj e bën, illa alladhina sabaru wa amilu salihat. Përveç ata që kanë bërë sabër, kanë duruar dhe kanë bërë punë të mira, e tregon që qasja e njeriut është e mangët nëse nuk ka intervenuar besimi dhe devotshmëria. Do thonë, dynjon mund ta ketë edhe i devotshëm, mund ta ketë edhe mëkatari. Mirë po, raporti i devotshmit me dynjon është raporti i ekuilibruar, sepse nuk mund ekuacioni të jetë me iman dhe devotshmëri e rezultatit të mos ndryshoj tek ai i cili domethënë i mungon imani dhe devotshmëria. Po edhe lidhja ndërmjet sabrit edhe veprave të mira tregon që veprat e mira janë karburanti i sabrit. Kuptimin që mundemi me konsideru që këtu ekziston një alarm. Nëse dikun e i vjen një sprov, edhe s'u ne menaxhon mirë. I vjen një brengë edhe s'u ne menaxhon mirë. Ka një krizë caktuar, s'u ne menaxhon mirë. Kjo është alarm për vobektësinë e veprave. Sepse Allahu po e jep më nën kuptu që njerëzit që kanë vepra me bollëk, kanë ibadet me bollëk, ata janë të ekuilibruar, po edhe në sprova janë të menaxhuar. Edhe gjatë sprova janë të menaxhuar. Ndaj nuk ka të bëjë me sa e madhe është sprova, ka të bëjë se sa është bagazhi paraprak imanor dhe i veprave për sprovën e mundshme. Ndaj shpesh ndoshta motivi për vepra të mira, për ibadete, për sevape, shumë shpesh tek njerëzit ndoshta dobësohet edhe nga ideja që nuk kanë joshje të madhe për shpërblim. Po ndonjëherë nëse të mungon joshja për shpërblim, duhet me pasën joshjen për përgatitje për zahiret ditëve të vështira. Në momente të vështira aktivizohet investimi paraprak i veprave të mira për me qenë më i ekuilibruar. Është interesante kjo pjesa, innehu la yausun kafur. Me të vërtetë njeriu është i dëshpëruar edhe mohues. Sikur se lihet më në kuptu që njerëzit që i mungon kjo ekuilibër, moment që i mirat e mira, jo vetëm që është i dëshpëruar për të ardhmen, po është edhe mohues i të kaluarës. Thot kur s'kom pas ditë mira, kur s'm ka shku mirë. Po jo vetëm kaq, pjesa tjetër kur thot Allah azza wa jall innehu la farihun fakhur, ai me të vërtetë është domethënë i harreshëm me të mirat që i gëzon edhe mburravec, tregon që kryesisht tek mirësita e sheh vetveten si meritor dhe nuk e sheh si të begatuar nga Allahu subhanahu wa taala. Ndaj nëse imami të dy ajetet edhe i gërshetojmë këtë kuptim, sikur lihet më në kuptuar që njerëzit që nuk dinë me thon faleminderit Zotit për të sotmën, këta me një farformë janë të dëshpëruar për të ardhmen. Dhe njerëzit që janë më mirënjohës për të tashmen janë më optimist për të ardhmen. Ndaj momenti kur njerëzit nuk presin mu bë mirë, është moment që kanë vobektësi tek mirënjohja ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe rrjedhëmisht mungesa e mirënjohjes i ka bërë të tillë e pastaj kur Allahu i privon, pastaj këta e harrojnë edhe të kaluamën, edhe të tashmen nuk e gëzojnë, po edhe janë dëshpëruar domethënë për të ardhmen. Allah na ruaj prej kësaj gjendje dhe na mundsof që të jemi prej atyre që bëjmë sabër dhe bëjmë vepra të mira dhe vazhdimisht jemi në një gjendje që i falenderojmë për begatitë e Allahut të lartësuar. Hoje në vim Allahu i lartësuar i përmend disa prej ajeteve të tij ku tregon për jetën e jo besimtarëve, pastaj për jetën e besimtarëve dhe rrezikun e atyre të cilët e synojnë fitimin e ahiretit, fitimin e dunjas përmes veprave të ahiretit dhe pastaj Allahu i lartësuar do më na tregon neve një shembull të njërit prej pejgamberëve më kolos, njërit prej ulul azm min ar-rusul dhe ka thirrur popullin e vet 950 vite. Është Nuhi alayhis salam. A mund të na tregosh pak a shumë cilat ishin ato pikat kryesore në përballjen e tij me popullin e tij 950 vite, jetë gjatësi e gjatë, cilat janë ato pikat kryesore që mund të përfitojmë ne si musliman në kohën e sotme. Allahu shpëlbeft, hoxha,
tregimet të cilat Kurani famlarët e sjell për neve, gjithsesi janë të mbushura me mësime. E prej tregimeve më të mira janë tregimet për profetët, edhe pse Kurani pisnik nuk përkufizohet brenda këtyre tregimeve. Veçantia e këtyre tregimeve është që nuk janë thjesht rrëfime historike, thjesht shënojnë ngjarjet të cilat kanë ndodhur në histori, mirë po janë të synuara për objektiva të caktuara. Nëse marrim dhe analizojmë ajetet të cilat Allah i Madhëruar përmend në surën Hud, që në ajetin 25 deri te ajeti 35, pra 11 ajete që flasin për Nuhun alayhis salam përkatësisht në këtë sure, e shohim që i përmend disa prej pikave shumë të rëndësishme që duhet mi pas parasysh, në veçanti në rolin e thirrësit në Islam. Pra duhet me pas parasysh jetën e pejgamberëve në mënyrë që me marr për model dhe pastaj me apliku. Boshti i këtij tregimi ndoshta mundet me u nda në 3 pika kryesore. Me pa spari domethënë natyra e thirrjes së Nuhut alayhis salam, e dyta me pa reagimin e popullit të Nuhut alayhis salam, edhe e treta është etika e vet Nuhut alayhis salam gjatë kësaj thirrje. Nëse shohim thirrjen e Nuhut alayhis salam, e shohim që ka thirrje e pastër në tauhid, meqense Nuhu përveç që është ulul azm, është edhe i pari prej të dërguarve, është rasul i parë, pra meqense ka pas nevojë në çat kohë njerëz mi nxjerr prej errësirës më të madhe që mund të më fut njeriu, që është pra shirku, edhe që kjo është kulmi i mosmirnjohjes ndaj Allahut të Madhëruar. Nuhu alayhis salam Qushe përshkruan Kurani fisnik, ka qenë i qartë, domethënë, nuk ka qenë i mjegullues, nadhirun mubin, domethënë, u kon i qartë, në mënyrë të qartë e ka përçu mesazhin se cilin Allahu i Madhëruar e ka porosit. Gjithashtu mesazhi i tij nuk kon i komplikuar. Alla ta'budu illa Allah. Alla ta'budu illa Allah. Me adhuru vetëm Allahun e Madhëruar. Edhe e treta, që ky mesazh nuk është përçu me një dozë të urrejtjes ndaj tyre. Inni e khafu alejkum adhabe yawmin adhim. Domethënë me dëmshuri jo me urrejtje. Nëse këshyrim pastaj reagimin e popullit të Nuhut alayhis salam, domethënë është pak a shumë jo logjikshme, mirë po gjithsesi e përsëritshme. Edhe shohim edhe në realitetin ton bashkëkohor. Elitat në vend se domethënë llogaritën që janë njerëz të ngritur, të lexuar, që kanë informata. Mirë po, për shkak se nëse barazohen njerëz edhe bëhen gjithë robërit e Allahut, atëherë sikur i hub pak pozita dhe pushtetet që e kanë, janë të parë që dalin edhe e kundërshtojnë. Kur nuk kanë argumente, pastaj kjo kthehet në arrogancë. Cilat janë përgjigjet e elitës të kohës Nuhut? Ma naraka illa basharan mithlana. Po s'po të shohim ty vetë se një njeri sikur na. Domethënë për ka ty shpallje. Çysh ti më kon më i dallum se na. Çysh erdh ty që ty e Zoti më ta dhon shpalljen. Kur edhe ti je njeri se na. Ose në shembull tjetër u kon po mendoj një përgjigje tjetër, wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradiluna. Ty po të njekin vetëm do njerëz të mirë, të varfër, njerëz pa pushtet. Domethënë, sikurse kjo më kon argument që për pavërtetësinë e asaj që fton Nuh alayhis salam, që kjo është e kundërta. E dim shumë mirë rastin e Ebu Sufjanit, pra të Herakliu, kur e pyet pra dhe përgjigja e Ebu Sufjanit thotë që të dobtit e Herakliu, duke ditë historinë e popullit Nuhit e popujve të tjerë, s'po them përkatësisht Nuhut, mirë po të pejgamberëve në përgjithësi, thotë kjo pikërisht është cilësia e pejgamberëve. Edhe në fund, kur i humbin këto debatet, po mendoj argumentet e tyre të pretenduara, sepse këto nuk janë argumente, i thon ka gjatë deltena fa ikhtarta jadalana. Tash e teprove me argumentime. Edhe në fund çka fatina bima ta'iduna. Atar hajde me ato që na kërcënon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra Nuh alayhis salam, i cili është për ulul azmit, është i dërguar i parë i Allahut të Madhëruar, është domethënë një model i konsistencës në davet, pra 950 vjet vetëm ka thirrë davet. Jetën tjetër që e ka pas para davetit, pas davetit, domethënë pas tufanit, shkatërimit të madh që ka ndodhur, për neve ka shumë cilësi që duhet mi marrë. Mirë, më i veçu vetëm 4 prej tyre. E para, përkundër dhe temi gjitha arsyeve që ky më zhgënjy. Pra, thuhet që numri i atyre që kanë besuar në maksimum ka arritë 70 njerëz. Domethënë te maksimumi. Shumë rivajete janë të 2-13, janë me gishtat durve, domethënë janë shumë pak njerëz. Është një periudhë tepër e gjatë. Megjithatë çau kanë përgjigje atij, ka thënë la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala Allah. Do thënë, thirrja jam që po e bësh veç për Zotin. A besoni as besoni, ajo është çështja juaj. E dyta, domethënë e ka përçu mesazhin, mirë po asnjëherë nuk është përpjek me imponu.
anulzimukumuha wa antum laha karihun, a më ju detyru, po unë veç pjo qartësoj. Doni bujrëm, s'doni, pra është e juja. E treta, nuk ka pretendu asnjëherë që ka në dorën e tij diçka që është e Allahut. Prandaj ka thënë wala aqul lakum indi khazainullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Fat unë s'ju them juve që unë i kam thesart e Allahut. As ju them që unë e di të fshehtën, as ju them që unë jam angjëll. Pra i qartë, jo me zbukurime, jo me hiperbolizime të shumta. Domethënë sepse maskat herë do kur kanë marrë. Realiteti është ai i cili ngelet edhe mbetet. Në moment që njeriu është real, që atëherë ka gjasa për sukses. Ndërkohë që në moment që ti ndërton një figurë e cila nuk ekziston, atëherë domethënë edhe nëse është e suksesshme, dështimi është vul përfundimtare e atij projekti. Edhe e katërta për mos me zgjat më shumë, përkundër thirrjes tij, e që gjithsesi elitat janë të synuara, Nuh a.s. domethënë nuk ka heqë dorë për atyre të cilat i kanë qytë ta radhiluna, pra ata të cilët janë më të doptit apo më të parancishëm në shoqëri, kategoritë e dopta. Ka thënë nuk heqi unë dorë për tyre, ka thënë wa ma ana bitaridil ladhina amanu, unë nuk heqi dorë për atyre të cilat kanë besu. Pra, është emrusi jon i përbashkët, më kryesori është besimi. Nëse punojmë brenda kësaj, atëherë nuk ka rëndësi statusi shoqëror, nuk ka rëndësi niveli i arsimit, nuk ka rëndësi niveli i edukimit. Gjithsesi këto janë të rëndësishme, mirë po jo në radhë parë. Ky nuk është, domethënë, nuk ka rëndësi nacionalizmi, nuk ka rëndësi etnia, nuk ka rëndësi ngjyra, nuk ka rëndësi këto tjera gjëra. Më e rëndësishme është ajo që është emrusi i përbashkët e që është besimi. Atë kjo është ajo çfarë kryen punën tek Allahu i lartësuar, pra besimi është. Hoxha Allah shpërblet për këtë elaborim në lidhje me tregimin e Nuhit dhe shohim nëse e tërheqim një paralele mes jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe jetës së Nuhit alaihi salam, e shohim që edhe pasuesit kureshit në atë kohë idhëtar e kanë akuzuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të njëjtat gjëra, po të pasojnë të ultit në mesin ton, Bilali, Suhejb, Rumi edhe të tjerë. Pikërisht pra kjo surë është njëra prej objektivave e saj është që me mbështet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe gjithsesi edhe lidhja mes Nuhut alayhis salam edhe pejgamberëve të tjerë që përmenden, prapë domethënë kalon nga Nuhu kalon te Ibrahimi alayhis salam e pastaj lidhen edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje te ulul azmi është interesant që edhe pak a shumë përveç prej Musait alayhis salam te Isa alayhis salam që është periudhë më gjatë kohore, tek pejgamberët e mëhershëm janë pak a shumë dhe të shekuj ndërmjet, edhe tek Isa dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dim që janë pak më shumë se sa 5 shekuj. Edhe pse kjo tregon edhe mungesën e qiltërisë, sepse elitat sikur të ishin kon të interesuar, qoftë atëherë, qoftë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qoftë Nuhi, të ishin kon të qiltër në kërkimin e së vërtetës, ju ishin interesuar përmbajtja, jo këto rrethonat. Po mungesa e qiltërisë, eventualisht nëse kjo fe ose kjo proklamat nuk gallnjen, a do të jemi në elita tutje, ose nëse ngallnjen, a bon këta elitë, këta të parancishmit të islamizuarit e parë, apo ne që jemi vanu. Që i ata kalkulojnë me të qenit klasa, domethënë superiore, jo nuk kanë qiltëri për ta pranuar të vërteta. Po pra kjo është ajo gara për rol, domethënie jo për hapësirë. Nisë këto është ai qërtimi që Allah xhia ka bëu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në surën Abasa, sepse shpesh domethënë ndoshta ndonjëherë ajo vëmendja për elitat ne na bën për mi pa ata të rëndësishëm për prurjen e tyre tek komuniteti jon, po ata nuk janë të rëndësishëm nëse nuk heqin dorë nga kjo përlymje, nëse i mungon kjo qiltëri. Domethënë një musliman i dobët po i qiltërt, është më e mirë se sa një shumë i arrir, po që i mungon domethënë në qiltëria. Ju mungon zatën pra gatishmëria që të heqin dorë nga ato pozita që i kanë pasur nëse nuk i trashëgojnë të njëjtat po ashtu në Islam. Pastaj Hoxh vazhdon tregimi i Nuhit alayhis salam dhe Allahu i lartësuar e urdhëron pasi që populli vetëm se mohojnë dhe tregojnë që na sjell dënimin në një formë me arrogancë, nuk e pranojnë të vërtetën, atëherë Allahu i lartësuar e sprovon Nuhin alayhis salam me një urdhër që të cilin si Davidji, si thirrës, duhet ta ketë si model. Allahu i lartësuar ka urdhëruar mi ndërtu anijen. Dhe ajo anije nuk ka qenë afër detit, afër liçenit apo afër lumeve, nuk ka pas predispozita që me pas vërshime kështu me radhë, ka qenë i urdhëruar dhe ka qiu urdhrin e vet. Pra edhe secili thirrës është i urdhëruar ta përcjell atë projektin e Davidit, atë anijen e shpëtimit në thonjza dhe pavarësisht rrethonave të tij. Dhe Nuhi alayhis salam ashtu vazhdoi, pavarësisht talljeve të popullit të vet. Dhe ndërtoi anijen derisa Allahu i lartësuar e urdhëroi shiun dhe u bë ai vëshim i madh, ai tufan i madh, saqë përfundoi me përmbytje edhe djali i tij.
Dhe aty ishte ai mësimi i radhës, të cilën Allahu i lartësuar ja jep Nuhit dhe automatikisht ja jep edhe pejgamberit tonë dhe neve si besimtarë, si pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që lidhja kryesore është lidhja e imanit. Edhe është më e fortë dhe më e afërt tek Allahu i lartësuar se sa lidhja e gjakut. Pra, si shembull i kemi ndarjen e Nuhit me djalin e tij i cili nuk e zgjodhi atë ta besoj dhe ta pasoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po mbështet në shkaqe. Tha do të hypi më e kodrës. Allahu i lartësuar përmes Nuhit alayhis salam i tha nuk ka punë çështje shkaqeve, tash ka mbaruar çështja, është nëse Allahu i lartësuar të shpëton, ke shpëtuar. Përndryshe do të mbarosh. Dhe pastaj vazhdon tregime të tjera në surën Hud, pikëtyre tregimeve të bukura në të cilët pas tregimit të Nuhit alayhis salam është tregimi i Hudit alayhis salam. Hudi alayhis salam ishte një pejgamber i cili ishte dërguar tek populli Ad. Dhe ai e thirri në njëjtën porosi sikurse Nuhi, pejgamberit son Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu po i tregon dhe po përforcon që para te ka pas shumë pejgamber dhe kanë pas të njëjtin mision. Ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani fala ta'qilun. Nuk jem kwestion duke ju kërku as gjepit të mira të dunjas. Unë shpërblimin e kam tek Allahu i lartësuar i cili më ka kriju mua dhe ka kriju qiejt. Dhe Allahu i lartësuar e përmend tregimin e Hudit i cili i drejtohet popullit vet me një këshill. Dhe kjo këshill është ajo çfarë besimtari duhet të ndalet disa çaste. Që ta kërkosh mëshirën e Allahut, ta tërheqësh mëshirën e Allahut të lartësuar, ti merresh mirësitë prej Allahut të lartësuar. Hudi alayhis salam po i tregon popullit vet që i largojeni idhujve, adhuroni vetëm Allahun dhe kërkoni falje. Ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. O popullim, kërkoni falje, pendohuni tek ai. Yursilis sama alaykum midrara. Ju sjell shi me bollëk. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dhe ju shton fuqi mbi forcën që e keni. Wala tatawallaw mujrimin. E mos ja ktheni shpinën sikur mohues. Edhe ata e zgjedhin mohimin dhe madje e sfidojnë dhe e përqeshin Hudin dhe i thojnë ty je çmendur, idhuj tan madje kanë godit ty me diçka dhe këtu del në pa ajo trimëria e Hudit alayhis salam dhe thotë s'ka mundësi më ndodh diçka përveç se me lejen e Allahut. Nuk janë idhët e ju që kanë pas mundësi me godit mua me diçka. Madje haptazi shumë i thotë urdhroni, let më godasin me çka kanë mundësi, se unë mbështetem tek Allahu i lartësuar. Edhe haptazi, këtu është mësimi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për çdo besimtar që e pason pejgamberin, që të jetë trim në thirrjen dhe mos t'i friksohet askujt përveç Allahut të lartësuar. Dhe në fund ata pasi që e zgjedhin mohimin dhe Hudi alayhis salam i tregon që çdo gjë çfarë ec, çdo gjallëz që ec në tokë është me lejen e Allahut dhe kthimin e ka tek Allahu dhe nuk ndodh asgjë përveç se me lejen e Allahut. Ju vjen dënimi, pasi që ju vjen dënimi, Allahu i lartësuar e tregon çështjen e shpëtimit. Dhe thot walamma jaa amruna najjayna hudan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. Kur erdhi urdhri jon, urdhri i ndëshkimit ndaj popullit të Hudit, pra fisin Ad, të cilin e ndëshkoi Allahu i lartësuar, thot e shpëtuam Hudin dhe besimtarët që ishin me ta bi rahmatin minna wa najjaynahum min adhabin ghalidh. Do t'i shpëtojmë prej dënimit të ashpër në ditën e gjykimit. Po Allahu i lartësuar po thot bi rahmatin minna. Çfarë duhet mësojmë këtu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë sahabeve, askush prej jush nuk do të hyjë në xhenet vetëm me mëshirën e Allahut të lartësuar. Askush nuk do të hyjë me veprat e tij. Sahabët të habitur i pyesin, ja Rasulullah, as ti? Thotë asuna. Përveç nëse na përfshin Allahu i lartësuar me mëshirën e tij. Dhe këtu e kuptojmë që ne duhet të bëjmë vepra, duhet të marrim shkaqet, ta lutim Allahun i lartësuar me përgjërim ashtu sikur se më kon duke u fundosur në det, po në fund të fundit duhet ta kemi një të vërtetë të qartë sheshazi që Allahu i lartësuar është ai që na shpëton me mëshirën e tij. Dhe këtu përbyllet tregimi i Hudit alayhis salam, pastaj vazhdon tregimi i Salihut, vazhdon pastaj tregimi i Lutit, që me musafirët e Ibrahimit, me lajket, po ashtu vazhdon pastaj tregimi i Shuaibit. Shuaibi vjen me disa ndodhi të cilët edhe ai ka të njëjtën thirrje, të adhurojnë vetëm Allahun e lartësuar. Mirë po, çfarë vrehet tek populli i tij është një çështje, nëse mund ta themi, një farë krimi ekonomik që mbizotron tek populli. Mund të na shpjegosh se si ka qenë thirrja e Shuaibit tek populli i tij dhe çfarë problemi ka qenë? Po, nëse i marrim edhe i shikojmë, thash secili tregimi ka mesazhet e tij. Thirrja për tauhid është thirrja thelbësore e cila nuk e ka munguar asnjë profeti.
Do të thonë misioni i tij kryesor, objektivi i tij kryesor ka qenë kthimi në tauhid. Mirpo shumë herë thirrja për tauhid kanë nën kuptohet sikurse duhet më u neglizhu pjesë tjera. E këto janë të pandashme. Do të thonë nëse është tauhidi janë edhe këto vlera tjera. Nëse mungon tauhidi, atëherë detyrimisht kanë më mungu edhe këto vlera tjera. Ose edhe nëse janë, nuk janë ashtu siç duhet. Prandaj nëse e marrim Shuaibin, i cili u kanë domethënë profet që Allahu i Madhëruar ka dërguar tek populli i tij, thirrjen e tij e nis duke thënë ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Domethënë o popullim adhurojeni Allahun se s'ka zot tjetër përveç tij. Me njëherë vazhdon, wala tanqusul mikyala wal mizan. Se ky u kon defekti i tyre. Çka është defekti i tyre? Domethënë mos mashtronin matje edhe në peshim. Pra, që ato tregtin që e bënin, mos mashtronin, mos bëni mashtrim ekonomik, sepse kjo është prishje në tokë. E prishja në tokë është domethënë prej objektivave të iblisit, gjithashtu ndërtimi i tokës është prej objektivave të krijimit të njeriu. Pra, Allahu i Madhëruar kur e ka krijuar Ademin alayhis salam, edhe është mburr para engjëjve, mes tjerash i ka thënë këto e kumbup që me ndërtu tokën, me ndresh tokën. Nëse vjen dikush edhe e prish, atëherë domethënë është punon kundër objektivit, për objektivave kryesore për çka Allahu i Madhëruar ka krijuar njeriu. Shuaibi pastaj ndër tjera i thotë wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum. Mos domethënë u paksoni njerëzve gjërat e tyre, mos ja humni peshën, mos ja humni vlerën e gjërave të tyre. Pastaj nëse i marrim tefsiret e ndryshëm, veçanti edhe këto më bashkëkohore më të vonshëm, e shohim që tek ky ajet futet mashtrimi në cilësi, fshehja e defekteve, reklamet e rrema, kontratat e paqarta. Pra, gjitha llojet e dallaverave, mashtrimeve që mundemi bën tregti, futen te kjo wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum. Për këtë ai kuptimi klasik që me paksuar peshore. Peshore. Po, domethënë tashti është edhe vështirë me mashtrum peshore, sepse të njëjtën gjë mundet me verifikuar dikush. Edhe pse ndodh kjo nuk e mohojmë. Mirpo ndodhen shumë herë mashtrime duke e reklamuar diçka me një formë që nuk është, duke munduar me shit diçka që ti e ke, edhe pse je musliman e beson, Allahun duke i fshir defektet. Domthonë, krejt janë këto pjesë asaj vëra të bkhasun nase, të vlerë me ja zhvlerësu. Kjo ndodh shumë te tregtar, po. Po. Po, edhe mundohen me ja humb vlerën. Domethënë është e dyanshme. Edhe prej blerësit le të them, edhe prej shitësit. Në moment që mungon korrekcia, domethënë është pasojë e mungesës së vetdijes për mbikëqyrjen e Allahut të Madhëruar. Sepse ai i cili ka këtë vetdije në vazhdimsi, nuk guxon me rënë në këtë pjesë. Prandaj edhe Shuaibi alayhis salam i thotë baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Thotë që jo pak, që ja u kalon Allahu, pra që jo pak që është e juja, është më e mira për juve nëse jeni besimtar. Pra, lidhet mirësia, domethënë vetdia jote që jo pak, që e merr me halal, është më e mirë me imanin, thotë in kuntum mu'minin. Nëse jeni besimtar, e dini që domethënë nuk ka nevojë me shtjedhu më shumë. Në anën tjetër, shumë njerëz domethënë, sikurse populli i Shuaibit, edhe sot e shohin fen si pengesë për arritjet e tyre në tregti. Pse? Sepse nuk mundet me fitu përmes mashtrimit, nuk mundet me marr me aktivitete tregtare të cilat janë haram. Prandaj edhe këta i thonë as-salatuke, pra salatuke është fillimisht në kuptim ngushtë është namazi, po edhe lutjet në përgjithësi. Pra lidhja jote, raporti jote që e ndërton me Allahun, po të urdhëron ty që na më i lën ato që kanë dhëruar baballarët tan, edhe na mos me bën pasurinë tonë ç'a dojmë. Domethënë kjo është, le të themi, sfida e kohës kur njerëzit pretendojnë që pasuria edhe në realitet, edhe në thelb është e tyre, nuk është e Allahut Madhëruar. Pra, nëse mungon kjo vetdia, pastaj ti nuk ndihesh i detyruar me ndaz zakatin, nuk ndihesh i detyruar ndaj kategorive tjera edhe kështu me radhë. Gjithashtu, Shuaibi alayhis salam na jep edhe një mësim tepër të rëndësishëm për Davetxhi dhe thotë: "Wa ma urida an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Domethënë unë s'po du që më ndaloj juve diçka për veti mos më bë. Të dona me ditë, Shuaibi u kanë prej profetëve që ka pas u kanë një fisit të fortë, domethënë ka pas familjen e fortë. Prandaj edhe kur e kanë kërcënu, domethënë kur populli i tij është irrituar me to dhe ka treguar arrogancë, kanë thënë që mos i shkon familja jote, mos kisha pas krah të fortë, na e kishim kallëzuar çka kishim bë me ty.
ja kthen ky edhe lidhet me Allahun, domethënë thotë nuk mundi domethënë juve ju duket më shumë që jam i familjes fortë, jo që jam prej Allahut, i dërguar i Allahut. Pra, janë këto gjëra të cilat duhet me pas parasysh, edhe për me përmbyll mos me zgjat, gjatë gjithë kohës e ka këtë moto, le të themi, në thirrjen e tij dhe thotë Shuaibi ma tawfiqi illa billah. Domethënë suksesi, çfarë do suksesi që mund të marrit, nuk është ndryshe vetë prej Allahut të Madh. Që këtë thënë jetë njëjtë Omar ibn Abdulaziz, sa herë ka shkruar ndonjë letër, ndonjë urdhër, e ka përfunduar duke shkruar wa ma tawfiqi illa billah. Edhe suksesi nuk është ndryshe vetëm se me Allahun e Madh. Për me përmbyll këtë në fund, edhe më falni pak nëse zgjata, është që në fund u vjen dënimi, sepse pas padrejtësie, pas zullumit duhet me prit dënimin. Ose ndodh këtë botë, ose vënohet për botën tjetër që është akoma më keq, e shumë herë, sikurse për këtë popull, është i dy anshëm. Po ajo që është interesant tek populli i Shuaibit tek dënimi është që janë dënuar me 3 lloje të dënimeve. Edhe në 3 sure të ndryshme përmenden 3 lloje të ndryshme, e kjo veçanti e Kuranit, domethënë veçanti ata që dinë gjuhën arabe dhe që janë të thëdhum, e shohin që secili dënim është i lidhur brenda kontekstit surës të cilën e përmend. Për shembull sura Al-Araf, Shuaibit i thënë la nakhrujannaka ya Shuaib walladhina amanu ma'aka min qaryatina. Kena me të nxjerr ty o Shuaib edhe ata që kanë besuar me ty prej qytetit tonë. Në surën Al-Araf janë rajfa, domethënë dridhja e tokës. Domethënë sura Al-Araf përmend ndëshkimin që ka dridhja e tokës. Në këtë surën Hud është sajha. Pse? Sepse është sajha, është britme dhe frymë e madhe për shkak që kundërshtimi i tyre u kon me gjuhë. Pra, për këtë arsye edhe ka. Në surën Shuara thotë wa akhadhahum adhabu yawm adh-dhulla innahu kana adhab yawmin adhim. Domethënë në surën Shuara e sfidojnë Shuaibin alayhis salam popullit e tij edhe i thënë fa asqit alena kisfa min as-samai in kuntum min as-sadiqin. Zbrita neve prej qiellit ndonjë dënim, ndonjë rra, diçka të errët me na ra neve nëse je prej të sinqertëve, edhe Allahu domethënë e zbret edhe këtë lloj të ndëshkimit, siç e konfirmon pastaj në ajetin 189 në surën Ash-Shuara. Prandaj duhet me pas domethënë kujdes, edhe kjo është të shërbesi thirrje për secilin për neve, që pjesë tjera të cilat kanë të bëjnë me korekcin në të gjitha nivelet e jetës, në gjitha aspektet e jetës, janë pjesë të cilat burojnë nëse kuptohet mirë tauhidi prej besimit në Allahun e Madh. Hoxha Allah shpëleft, lutim Allah të na ruaj prej dënimit të tij, ndërkimit të tij, dhe të na mundsoj që ta kemi këtë moto të Shuaibit, wa ma tawfiqi illa billah, në çdo fushë dhe çdo veprimtari tonë. Hoxha mirësim, ne vijmë përmbyllet surja e Hud dhe përmbyllet surja Hud duke na treguar për gjendjen e popujve dhe dënimit të tyre që ju vije, dhe kjo përmbyllje e surës Hud, sikur do të më tregu pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam që vazhdoje krye urdhrin me të cilin ti e urdhëru, nga se ata të cilët e zgjedhin mohimin dhe të luftojnë, të përgënjeshtrojnë, do ta kenë këtë përfundim që kanë pasur edhe popujt e mëparshëm. A mund të na tregosh pak me në detaje? Këto rrëfimet kuranore për dënimin e popujve të mëparshëm, këtu janë edhe përgatitje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si është përplasje me popujt, po janë disa kuptime të rëndësishme që besoj në kohën tonë, pasi që ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të na ka një kuptim që i shkon rëndësishme që aty nuk koncentru. Kjo kur i thot Allah azza wa jalla, thot o ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Ne nuk e kemi bërë padrejtësi aty në teksa i kemi dënu, po ata i kanë bërë vetës padrejtësi teksa kanë bërë prapësi në saj të cilëve kanë merituar dënimin. Domthonë Allahu subhanahu wa taala lëmë nuk kuptu që nuk ashtu sikurse shpërblimi që është në saj të një merite, atëherë edhe dënimi është në saj të një merite. Domethënë, nuk ndodh diçka e pashpjegueshme. Domethënë, një popull privilegjohet, një popull dënohet. Jo, domethënë, këta e kanë merituar, edhe domethënë ka momenti që kjo ngjarje ka ndodhur si rrjedhim i investimit tyre. Këto janë dy gjëra. E para, rrëfimi për ligjet e Allahut. Domethënë, kaq shumë folot për popujt më parë, si janë dënuar, që më tregon që Allah ka ligje në raport me njerëzit. Domethënë, po nëse përsëritën të njëjtat prapësi, përsëritën dënimet e Allahut subhanuhu. Domthonë këto janë ligje, kjo është shkaku, kjo pasoja. Sepse logjika e shkakut dhe pasojës tek dënimi i Allahut dhe tek shpërblimi i tij, domthonë nëse mungon si logjik, pastaj kuptohet feja dhe xheneti dhe xhenemi edhe raporti me Allahun si diçka mrekulli ose si diçka fatkeqësi. E vërtetë është mrekulli me dash Zoti, po ajo ka ndodhur në saj të një vlere. Edhe është fatkeqësi e madhe nëse dënon Zoti, po Allah e ka ndodhur në saj të
domethënë një shkelje. Kështu që rrëfimi për ligjit të Allahut është që me i shpërfaq që kërcënimin se nëse përsëritën praposit, përsëritet dënimi i Allahut. Dhe e dyta që të paktën për neve si musliman, kjo do të më konë pak ndoshta edhe më kërcënuese për të reflektuar në kuptimin që nëse kjo është dënimi i Allahut në tokë, teksa i afatizon, teksa i pri, teksa i fal, teksa i ka begatuar, domethënë këta janë dënuar popujt e profetit, po këta kanë qenë që deri para pak dënimit kanë hungur, kanë pi, kanë pas rati, familje. Domethënë këta kanë qenë në begati dhe vjen momenti i dënimit të Allahut dhe kjo është dënimi i tij. Po çish mund të bëjë dënimi i ahiretit? Çish mund të më thonë, kjo është thirrja që Allahu do më aktivizu tek njerëz. Domethënë, nëse unë kështu dënoj në tokë, çish dënoj domethënë në jetën e mëshimit, ndaj thotë pastaj në vazhdimsi thotë inna fi dhalika la aya liman khafa adhab al-akhirah. Këtu ka shenja për ata të cilët kanë frikë për dënimin e amshimit. E kush ka frikë për dënimin e amshimit? Ata që besojnë. Ndaj rrëfimet për popujt e shkatruara nuk janë thjesht rrëfime për ata që nuk besojnë. Janë edhe për neve. Janë edhe për neve sepse për një musliman reflektimi mbi mundësinë e keqe të kësaj bote është mundësi për mos me të kap dënimin e ahiretit, se ti e beson. E beson domethënë nëse në tokë ndëshkohesh, po prap pe ujë. Në xhehenem ndëshkohesh, po pastaj pe domethënë prej valave dhe llavave të xhehenemit. Domethënë nuk është e krahasueshme, por domethënë skaj i mundshëm që ti mundesh me imagjinu domethënë dënimin e Allahut subhanuhu. Ndaj këto rrëfime janë më shumë për ti këndjell besimtarët nëpërmjet këtij reflektimit që të shmangën hidhnimit të Allahut dhe rrëdhëmisht të shmangën dënimit të tij. Allah shpërblet hoxha. Ne vijmë më njëherë pas surës Hud, kjo surë e përmbushur me plot mësime dhe kuptime madhështore. Allahu i lartësuar i drejtohet besimtarit që të mbështetet vetëm tek Allahu i lartësuar dhe te askush tjetër. Vijon një surë tjetër që është Ahsanul Qasas, tregimi më i bukur. Kjo është surja Yusuf, në të cilën përmendet sikur në asnjë surë tjetër e tërë tregimi i një pejgamberi nga fillimi deri në fund, prej fillimit të jetës deri në fund, vetëm në këtë surë e gjejmë. Nuk e gjejmë as surën as tregimin e Musait, as tregimin e Ibrahimit, as tregimin e të gjithë pejgamberëve të cilët i përmendëm më herët, sikurse Yusufin alayhis salam. Nga objektivat e surës Yusuf, që është surë me khase po ashtu sikurse që ishte surja Hud, është ngushëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ngushëllimi dhe përforcimi i zemrës së tij dhe i besimtarëve. Gjithashtu si objektive kësaj sure është shfaqja në shesh e kujdesit të Allahut të lartësuar për robën e tij. Dhe e shohim se qysh përgjatë gjitha atyre stacioneve të jetës, nga fëmijëria deri pothuajse në pleqëri të Jusufit alayhis salam, del në pa kujdesi dhe dërgimi i mirësive me butësi nga Allahu i lartësuar që për emrave të tij është Latif. Dhe Allahu i lartësuar e përmend tregimin e Jusufit alayhis salam nga ky këndvështrim. Surja Yusuf gjithashtu e ka një strukturë shumë të bukur në mënyrën se qysh radhiten ajetet. Fillimisht fillon me këto shkronjat e ndara, huruful muqatta'a që të quhen, dhe zakonisht sa herë përmenden qysh nga surja Bekara, surja Ali Imran, surë të tjera, zakonisht më njëherë pas këtyre ajeteve flitet për vlerën e Kuranit, lavdërohet Kurani dhe tregohet që është fjalë e Zotit, e shpallur prej Allahut të lartësuar. E shohim që Allahu i lartësuar këtë sure, ndonse nëse e shikojmë ka qenë e shpallur nga Xhibrili te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka një strukturë që është në harmoni të jashtëzakonshme. Fillimi i tregimit të Jusufit fillon me ëndrrën të cilën ja tregon Jusufi babait të tij Jakubit. Dhe kjo ëndër përputhet me rezultatin final të surës. Do të thënë pjesa e parë është në përputhje me të fundit. Pastaj pjesa e dytë ku ballafaqohet Jusufi alayhis salam me vëllezërit dhe atë komplotin të cilët ja ngrisin vëllezërit, përputhet me pjesën e parafundit të tregimit. Dhe kështu e vazhdon në radhë pjesa e tretë me pjesën e tretë nga fundi derisa vjen në mes të surës. Prandaj Allahu i lartësuar thotë laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Me të vërtet në tregimin e Jusufit dhe të vëllezërve të tij ka shenja për ata dhe mësime dhe dobi për ata të cilët i kërkojnë dhe i lypin ato. Dhe këtu e shohim që në vijim Hoxha Had qysh në fillim të ëndrës se Jusufit alayhis salam të cilin ja tregon Jakubit babait të tij dhe vrehet ai kujdesi i babës, ajo dashuria për të, menjëherë vëllezërit e tij xhelozojnë dhe kanë atë zilinë dashalige kundër Jusufit. A mund të na tregosh se si vazhdon ai komploti i vëllezërve ndaj Jusufit alayhis salam?
Po, xhallahu shpërbleft. Pra, surja Jusuf që është e përmendër, domethënë është prej tregimeve më të bukura në Kur'an, ndoshta edhe për arsye që ka edhe një fund të bukur, pra një fund të lumtur. Është interesante shumë edhe gjatë leximit ti hap horizontet e imagjinatës, paramendimit, ngjarjeve që ndodhin brenda saj, edhe thuajse mundesh më u fut brenda kësaj ngjarje edhe vet si lexues i saj. Sigurisht surja Jusuf kena më trajtuar inshallah edhe në takimin tjetër, meqense pra është më shumë pjesë e gjuzit të ardhshëm se sa të këtij gjuzi. Gjithsesi, kisha dashur me nda vetëm një segment për kësaj historie të bukur, e që është një le të themi një mix i disa pjesëve që munden më u duk sikurse le të themi një lloj sprove ndaj një fëmiu të pafajshëm. Pra, e shohim që Jusufi alayhis salam derisa ishte fëmijë, ishte i përkthjelur nga babai i tij që ishte pejgamber, Jakubi alayhis salam, edhe Jakubi alayhis salam djali i pejgamberit, pra Isaukut alayhis salam, Isauku djali i pejgamberit, i Ibrahimit alayhis salam, pra pejgamber, i biri i pejgamberit, pra me gjenerata. Pra vlera e tij vetëm nga prejardhja pra është e madhe. Lere më pastaj edhe për cilësitë të cilat Allahu ja ka dhënë. Po kjo dashuria, le të themi, e babait e Jakubit alayhis salam nuk është mirë kuptuar për vëllezërve të tjerë të cilët ishin më të mëdhenj, e që e bën atë komplotin edhe e hodhën në pus, me që rast pastaj ka interpretime të ndryshme, domethënë nëse e kanë vëzhgu vëllezëri derisa e ka marrë karavanin, nëse kanë pas kontakt me karavanin që e ka gjetë Jusufin alayhis salam, mirë po është një pjesë aty që kisha pas qef me potencu pa e zgjatë shumë, e që moment kur e gjen Jusufin alayhis salam në pus, thënë ja bushra hadha gulam. Thënë o mysh dhe o mrekulli e gjetëm një fëmijë. Me njerë thënë, wa asarruhu bidha, pra të regonë Allahu, edhe e fshehen si mal tregtie. Dhe më thënë, për një djaloshi, për një pejgamberi, për diku shumë e vlerë, për një moment u shëndru në një mal tregtie, diçka që shitet edhe që blehet. Po. Edhe në këtë moment, dhe më thënë, nëse ndalësh si lexues si kësaj ngjarje, dhe më thënë, duket sikur se fundi i tij s'ka mundësi më ka një mirë. Mirë po pastaj, inshallah, disa gjërat po i lëm edhe për takimin tjetër, e disa gjëra inshallah i shpjegoni edhe ju. Pastaj shihet se kjo ka një pikë shumë e rëndësishme për privilegjet që Allahu ja ka dhënë në fazat më vonshme të jetës së tij. Domethënë, sikur mos ta gjinte ky karavan në pus. E ai të vdiste aty në pus nuk do kishte ndodhur pjesa tjetër e historisë. Po. Sikur të mos ishte shit, mos të shëndru në mall tregtie, nuk kish pas mundësi pastaj me u shëndru në një djalosh të përkthjelur në një pallat mbretëror. Pra, domethënë, secila pjesë është ndërlidhur. Prandaj edhe prej kësaj me këtë po duam të përmbyll këtë pjesë edhe inshallah vazhdojmë në takimin e ardhshëm pjesën tjetër të kësaj historie. Pra, po duam të përmbyll që jo secila ngjarje që në shikim të parë duket e keqe, është e keqe. Asnjëherë mos e haro lutfin e Allahut që është El-Latif për emrat e Allahut, e për kuptimeve përveç që është përkthimi bukfal, le të themi i butë, për kuptimeve të këtij emri është që ta dërgon mirësinë në atë mënyrë të fshehur që as ti nuk e merr vesh që të ka mirësi prej Allahut mëdhun pa një kujdes tepër të madh dhe analizë tepër të thukt të mirësisë e cilat kanë nga Allahu i Madh. Allah shpëleft hoç, Allah i lartësuar na thotë edhe në ajete të tjera, asen të krahushen wa huwa khairul lakum. Do të shëvreni diçka, ajo më qenë mirësi për juve. Në fund të ajetit thotë wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allahu di kurse ju nuk e dini. Ktu shohim atë bukurinë në të cilat Allahu i lartësuar e shpalos tregimin e Jusufit alayhis salam, ku qysh nga përfundimi që hedhet nga vëllezërit e tij në një bunar, në një pus, përfundon në një pallat mbretëror. Mirë po hoç Jusufi jo të gjithë jetën e tij e ka pas tashmë nga prehri i babës, tash në prehrin në atë aspekt në prehrin mbretëror, si përkthjelur si djalosh, ai kalon në disa etapa të ndryshme. Komplet mos komploti, përfundon deri në burg. Mirë po, nëse shikojmë atë emrusin e përbashkët, Jusufi si fëmijë, si djalosh, si i rritur, ka një ngjyrim të cilin do të duhej secili besimtar, secili thirrës të ngjyrosej me të. A mund të na tregosh atë mbushtin kryesor që e përmend Allahu i lartësuar? Ai mbushti që e përsëritet disa herë është blerën gjatë trajtesës së mesazheve të profetëve që i kanë thirrë njerëzit për me adhuruar Allahun subhanallahu teala për çështën e tauhidit e kështu me radhë. E lë atë pjesën që profetët vërtet janë përzgjedhur. Edhe pjesa të cilën të përzgjedhur është ajo vedia e nalë që t'i s'del kur për mesazhet, për detyrës apo për misionit.
Ndaj edhe kur vjen momenti që ai përfundon në burg, edhe vjen ai momenti kur i komenton ëndrat shokëve të burgut. Edhe ata vëmendjen për Jusufin e kanë pikërisht për këtë veti të tij që ai po dimi komenton ëndrat. Me përmanë tjetër ai nuk zhytet te kjo temë. Nga kjo temë kalon tek mirësia e Allahut, që thotë ndjeki thot fenë e baballarëve të mi, adhurojmë vetëm Allahun, nuk i bëjmë Allahut shirk, njerëzit nuk janë mirënjohës dhe Allahut, pastaj thot, a është më mirë me pas një zot, me pas shumë zota? Edhe pastaj thot ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. Këto ato që ju adhuroni krahas Allahut janë thjesht emra që ju i keni quajt ose paraardhësit e juaj. Shkosh mësimi i kësaj që besoj ja vlen, ndoshta edhe për këtë si epizod, këmbgulja e njerëzve të vetëdijshëm për temat e tyre qendrore. Do të thonë nuk është temë qendrore jo vetëm ëndra, po madje as kush e di se çka në ngjarjen e Jusufit me shokët e burgut. Po kryetema jonë është tauhidi dhe adhurimi i Allahut dhe pasimi i profetëve. Që i bie, shumë herë njerëzit nëpërmjet vëmendjeve tyre, nëpërmjet mallit tyre, na çojnë tek temat e tyre. Pastaj na me vetdijen tonë, edhe këmbguljen tonë, duhet me u kthy sërish te qendra jonë. Mirë po, nuk mund të kthehemi tek qendra nëse na vetë nuk e njohim qendrën. E para dhe e dyta, nuk mund ta bëjmë një gjë të tillë nëse na nuk e kemi një cak, nëse na nuk kemi synim. Dhe asesi e treta, nuk mund ta bëjmë këtë nëse nuk e ndjemi barrën e misionit. Mund çka kena arrit nëse njerëzit i kena edukuar për fëmijësi të mirë, po si kena edukuar për raport mirë me Zotin. Çka kena arrit nëse njerëzit i kena edukuar për të ruajtur fjalëbia vlerat familjare, po jo për të ruajtur ato vlerat që kanë bëjnë me shpirtin. Jo që këto nuk e kanë domethënë në tyne, mirë po qendra jo nuk kjo. Dhe kjo qendër i rregullon edhe periferitë e tjera. Mirë po, kjo është një pikurthave të shejtanit, ku periferia bëhet më e rëndësishme se qendra, dhe kurthi tjetër i njerëzve është ku nuk na sulmojnë qendrën, po na joshin periferinë. Ata nuk flasin kundër Allahut dhe adhurimit të Allahut, mirë po e sforcojnë dhe zmadhojnë temën e periferisë, derisa e bën hije që mos të koncentrohemi dhe të mos kemi fokusin vëmendjen tek temat qendrore. Ndaj thirrset në rrugën e Allahut, hoxhallarët, davetxhit në përgjithësi, po edhe fetarët cilët kanë më shumë gjyrim fetare dhe rrëmisht është një farë vëmendje në raport me ta, duhet me marrë këtë mësim pite Jusufi a.s. që kudo që gjindemi, kudo që jemi, duhet të kemi një dhët pas më tema bazë tonat, që aty më munu me i përmirësu njerëzit, më unimu njerëzit më këtu tek vërteta, edhe me bëhet ndryshimin e mirë drejt Allahu subhanahu wa taala. Hoxhallah shpëleft, elusim Allahun e lartësuar, që Kurani ta bëj pranverë të zemrave tona, na mundsoj që t'i pasojmë dhe t'i ndjekim rrugën dhe udhëzimin e të gjithë të dërguarve, duke na mundsuar që të jemi të bereqetshëm kudo që të jemi dhe të mos harrojmë atë borshin e thirrjes për të cilin jemi të obliguar dhe e kemi përgjegjësinë e saj mbi supe dhe ta përcjellim mesazhin e Allahut të lartësuar te të gjithë njerëzit. Allah ju shpëlef për dëgjim. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا